dhe motra, sa më shumë ne të jemi larg Kur'anit, nuk e lexojmë, nuk e dëgjojmë, nuk do të marrim ndikim prej tij. Dëgjimi patjetër i Kur'anit famëlar është gjëja thelbësore që besimtari musliman duhet ta kalojë jetën e tij. Në vend që të dëgjojmë muzikë, në vend që të dëgjojmë gjëra të cilat e dëmtojnë zemrën, e sëmurin zemrën, besimtari musliman duhet të dëgjojë Kur'an famëlar, edhe pse nuk e kupton, por mrekullia e fjalëve të Allahu xhelle shanuhu, mrekullia e zërit që del prej lexuesit, është një zë dhe janë ajete të cilat drejt për së drejti do ndikojnë në zemrën tënde, do ta shërojnë zemrën tënde. E lërë më pas kur ta lexosh atë në gjuhën përkatëse, e lexojmë në shqip, do të marrësh më pas edhe mësimet nga ky libër madhështor që duhet të jetë busulla kryesore e orientimit të jetës tonë si besimtar.